Blerja e një apartamenti në Tiranë është sot dukshëm më e vështirë se sa 3 vite më parë, si pasojë e rritjes së fortë të çmimeve të banesave, të cilat nuk ecin në të njëjtën ritëm me të ardhurat e familjave të shtresës së mesme. Ndërsa pagat vijojnë të rritet në ndal, tregu imobiliar po shënon shifra rekord duke larguar gjithnjë dhe më shumë mundësinë e pronësisë për qytetarët e zakonshëm. Projektet e reja rezidenciale dhe zona periferike të kryeqytetit ofrohen me çmime që shkojnë deri në 2000 euro metri për katror, ndërsa në zona territare si Ish Bloku, çmimet kanë arritur nivele deri në 5500 euro metri katror. Në të njëjtën kohë, shkruan Monitor, paga mesatare mujore brute në Shqipëri për vitin 2024 ishte rreth 770 euro, dukshëm më e ulët krahasuar me vendet e rajonit. Sipas të dhënave të tregut, vetëm brenda 9 muajve të vitit 2025, çmimet e apartamenteve në disa zona të Tiranës janë arritur deri në 10% deri në 35%. Indekset zyrtare tregojnë se në gjysmën e parë të vitit 2025, çmimet e banesave janë arritur me 14.6% krahasuar me 6 mujorin para ardhës dhe me mbi 40% krahasuar me një vit më parë. Në terma të afatgjat, çmimet janë gati trefisuar krahasuar me vitin 2005. Ekspertët theksojnë se përballueshmëria e strehimit në Shqipëri është më e ulët se në vendet e Bashkimit Evropian. Një familje me të ardhurat mesatare nevojiten deri në 15 apo 19 vite punë për të gërë një apartament, ndërkohë që standardi evropian luatet nga 10 deri në 12 vite. Kostot e larta të kredive, rritja e çmimeve të ndërtimit, mungesa e tokës dhe kanalizimi i parasë informale në ndërtim janë faktorët kryesorë që kanë ushqyer në këtë situatë. Në dy të kohë dhe qirat mujore kanë tejkaluar kufit e përballueshmërisë, nuk kanë rënduar ndjeshëm buxhetet familjare. Tregu i banesave në Tiranë po bëhet gjithnjë dhe pak i aksesueshëm për shumicën e qytetarëve, duke thelluar hendekun mes çmimeve dhe të ardhurave.